Një fjalë nuk e haroj njeriu, në behar ulet poshtë pemës, në vjesht i ha frutat dhe ndimër e pret për të ngrohur. Prandaj shumë nga njerëzit nuk duhet të presin. Njerëzit në një farë mënyre për ne janë mësuesët që tregojnë ku duhet të mbajmë kufirin. Nëse nuk di ta mbash ti kufirin, atëherë mësimi të vjen nga jashtë. Prandaj nuk duhet të themi shumë për njerëzit që janë mos mirënjohës. Dhe fjala e një profesori turk nuk e harroj, që thot bëj aq të mira sa të mbash pa besim. Sepse sa çfarë të mira të bësh, aq gur do të kthehen mbrapa. Nuk do me thënë që nga njerëzit qëndrojmë larg, po të kuptojmë që në këmbë na mbajnë vetëm këmbët tona. Ata e bashkëpunuesit, por vetëm kaq. Secilin këtë jetë vjen vetëm dhe ikën vetëm. Asnjëherë mos të presim shumë nga ç'mund t'i japin njerëzit jashtë. Kjo është ligji i jetës.